Përshëndetje veterani I arsimit Setki Azemi. A mund na folish diçka për jetën tuaj dikur, si ka qenë shkollimi deri në fakultet ku keni mbaruar dhe çka keni mbaruar? Po, unë jam mësuesi Setki Azemi nga fshati Dobrosht. Tash do të flas për familjen time, si kam qenë në shkollë fillore dhe deri sa e kam kry fakultetin. Në shkollën fillore e kam kry në çka shkollë këtu të jam para kësaj shkolle që jam, në fshatin Dobrosht. Atëherë ka qenë shkollimi 4 vjeçar këtu, në Dobrosht. Edhe ka qenë një kohë shumë e vështirë, koha nuk s'kishim atëherë ka një fletore. Po? Kishim një fletore, një laps edhe një gomë. Qëtër se nuk kishim me qëta neve shkrujshim edhe mësojshim prej asaj. Edhe libra nuk kishim si duhet, pse ishte koha mas luftës së dytë botërore. Me mbarimin e shkollës fillore këtu në fshatin Dobrosht, Sa nxënës keni qenë klasë? në klasë atëherë kemi qenë, mund të them se të 35 nxënës këtu në Dobrosht. Po. 35 nxënës kemi qenë. Pa atëherë ishin mas asaj luftës kishin nxënësit ishin disa të më të mëdhej, disa më të vogël, edhe nuk dishte se si është atë. Por ne mësuesët e kemi pas shumë të mirë. Kemi pas mësues nga Dibra, kemi pas mësues nga Tetova. Kush ka qenë ato? Kemi pas një mësues Tosun, mbiemrin ja kom haru tash. Kemi pas një prej anës Tetovës këtu, kemi pas edhe me ato ato kanë qenë këtu mësues, në Dobrosht nuk ka pa mësues në atë kohë. Me qenë se ishin kushtet shumë të këqija, ne prapë mësojshim. Kishim dëshirën e madhe që të arsimohemi, të mësojmë, të dijmë. Me mbarimin e kësaj shkollës fillore këtu në Dobrosht, shkollën 8 vjeçare, prej në 5-ën deri në 8-ën, ne e kemi bën në fshatin Te Arcë. Në fshatin Te Arcë kemi pa kushtet shumë të këqija, kemi hecë 5 km në kom deri në të shkolla, dhe 5 kemi kësi, 10 km në ditë kemi hecë. Kushtet janë konë shumë të këqija, mbasi në atë kohë nuk kishte vetëm, dikush kishte bata, ju thoshin bata ata prej gome, Po, e di. po dikush nuk kishte edhe ishin me upenga që ju thoshin atëherë në atë kohë. Aq ishte ajo vobekësi e madhe e fshatit. Ne kemi qenë, unë kom qenë për një familje, rreth për një familje të mesme të fshatit. Nuk kemi qenë shumë gjendje të keqe, kemi pas tokë, kemi pas bakti, kemi pas dhenë lop, edhe kemi qenë mirë. Por prapë kushtet ishin të këqija, mbasi ne veshjen e kishim të keqe. Në për shi shkojshim në shkollë. Shivi binte, ne s'kishim as çadra, as kurgja. Shi, borë. Borë, po, shi, bora, kret. Edhe kur mbërishim atje në Te Arcë, shpesh here arsimtarët ishin shumë mirë. I faleminderojmë shumë ata arsimtarë, me qenë se ata janë në botën tjetër, por shumë janë konë të kujdesshëm. Edhe neve na çojshin, ne që ishim për Dobroshti, kur ishim të lagur nga bora ose nga shiu, ata nuk na çojshin tulemi në bankë, po na jepshin një karike të rim afër koftorit. E të thahemi pastaj të him, nëse është. Domethënë, kujdesi I arsimtarëve ka qenë shumë në nivel të lartë. Mirë, po kushtet, si thash, ishin të këqija, edhe në atë kohë kishte shteti na jepte një ushqim. Një ushqim bukë me djathë ose me çaj, na jepte atje të ham atje se ishim larkë.
Këto ishin donacione që vishin nga Amerika, shperëndimi, ku e di. Ka pas edhe atëherë ka pa Po, donacione. kishte atëherë. Ndonjëherë na ipshin edhe qumsht të kret. Do më thonë se kishte një farë kujdesi edhe nga shteti, por qaq ishte mundësia. Pastaj, mas mbarimit të shkollës fillore të veçare në teatr, ne kishim dëshirë që të arsimohemi. Në atë kohë, prindërit në fshatin Dobrosht ishin shumë të mbrapametur. Edhe fëmijët nuk dojshin të qenë në shkollë. Pagunin të dënime që fëmijën e vetë mos e qojë në shkollë. Pastaj, për të shku më nalt, për në shkollë të mesme, aja nuk bashte fjalë. Mirë po, ne faleminderojmë vllaznit e mi që i kom pas, vllahun e madh Haxhi Zulin, ndjerin që janë në botën tjetër. Ai ishte shumë përparimtar, edhe donte shkollimin. Ai më lejoi mu të regjistrohem në shkollën normale Liria në Shkup. Po, shkolla kishte emrin Liria në të kohë. A e mamen cilin vjet ka qenë? Po. Kjo ka qenë në vitin 1958 në Vjesht. Me regjistrimin që u regjistruam në shkollën normale në Shkup, ajo shkollë ishte shkollë apostafat për mësues, kuadra qitke për arsim. Po, gjimnazi ishte në Tetov, po ajo ishte shkollë për mësues. Ishe për arsim të ulët apo 8 vjeçare? Ajo? Shkolla? Shkolla ishte 4 vjet e mesme, shkollë e mesme, po. Do më thonë, 8 vjeçare ne kemi sos në Tearc, e në 4 vjet në Shkup 12 vjet. Shkolla Liria, po. Liria, po. Shkolla Liria ishte, në shkolla Liria e kishim ne internatin aty, në natë ndërtejas kishim internatin, kishim mësim që bëjshim në qatë shkollë, bëjshim kret, nuk kishte që dalish jashtë. Edhe ishim, mund të thëmë si akademi ka qenë ajo. E mbyllur? Po, e mbyllët. Që vetëm me disiplinë të lartë, që të mësojnë nxënësit dalën kuadrat të mira. Keni pas edhe uniforma? Jo, uniforma nuk kemi pas. Në atë kohë s'kishte uniforma, edhe profesorët i kemi pat shumë të mirë, janë kujdes shumë për nxënësit, mundoheshin si e si që neve të na japin dijenin sa ma mirë. Mirë po, një gjë patat keqe unë në atë kohë, se Pito Broshti ka pas në atë kohë që kemi shku, ka pas me mu, ka pas 2 vetë tjerë. Edhe na ishim Pito Broshti 3 vetë. Unë ka qenë Abdil Menaf Elmazi edhe Jumni Elmazi. Të ndjerë. Kemi qenë në vitin e parë atje në Shkup. Edhe për Tearcë ka pas disa nxënës. Ati në u dhanë bursa, mu nuk më dhanë. Nuk fitove? Mu nuk më dhanë, 4 muaj nuk më dhanë. Derisa unë isha i detirum, aja ishte regjimi komunist në atë kohë, për shkak se baba im ka qenë luftar, edhe ka luftu në Malzi Shkupit edhe ka ra dëshmor atje, baba im. Edhe ata i kanë pas ato informata, për atë shkak mund nuk më dhanë bursë. Mirë po, duke e faleminderuar drejtorin e shkollës Liria në Shkup, ai mori vesh se unë du të lën shkollën për shkak se s'kisha mundësi, ai më dha një letër edhe shkova në Tetov, te një Bajram Gola ka qenë deputet në atë kohë, edhe të ai shkova unë atje, ai ma qiti stipendin mu atë bursën, edhe mi dhanë bursën më dhanë, si kur qirët me dhanë. Ne kemi pa një bursë prej 4.000 dinarësh në atë kohë, e pagushim internatin, pagushim gjonat, ushqim e kret, edhe
nuk kishte nevojë të marrin parën nga familja. Në atë kohë, ajo ka qenë një shkollë shumë përparimtare. Atë shkollën tonë e vizitoj, një herë e vizitoj ambasadori i Egjiptit erdhi në shkollën tonë e bani një vizitë. Do të thonë se shkolla ishte në nivel të lartë. Edhe prej aty unë mbarova atë shkollën e mesme, do të thonë shkollën normale. Edhe prej shkollës normale e vazhdova në shkollimin e lartë, shkollën e bëna në Prishtinë. Në Prishtinë ishte pak së vështirë për të shku, edhe në rruga kjo që ajo pak shpenzime kishte, mirë po edhe asaj i dolëm pra në krije edhe e kreva shkollën e lartë. A mund na foli diçka në lidhje në punësimin tuaj të parë, një përshkrim deri në daljen pension? Po, unë mas marimit të shkollimit, së pari herë na çonte komuna atëherë na caktonte se ku do të shkosh të punosh. Jo ku dushim ne, po komuna na çonte në cilin fshat do punosh. Edhe mu më caktun të shkoj të punoj në vitin e parë, kam punu në fshatin Shemshov. Edhe në fshatin Shemshov, unë nuk banojshëm atje, po kam ustu. Ustimin e kam bo me bicikletë. Bicikletë? Po. Edhe kushtet kanë qenë shumë të këqija, se në atë kohë nuk kishte pastrim rrugës që ti pastrojnë rrugët, po nëpër te ka hecë dhe një automjet, ne që ati shkojshim me bicikletën nëpër borë, nëpër shi, edhe larkë ishte, do më thonë 30 km deri në 15 km i vinte, po 15 km deri në Shemshov. Po atje kom kalu kështu mirë, me njerëzit shumë mirë kom kalu. Ke pa klasë të ulta? E kom pas 2 klasë, me 1 klasë i kom pas, të kombinume. Po? Se shkolla ishte e vogël. Edhe s'kishte vend për këtë klasët, 2 klasë i kom pa bashkë. Edhe pak tepër në zonës, të 70 në zonës i kom pas me një dhomë. Klasën e parë edhe klasën e tretë, të kombinume. Mirë po, ati e kishna drejtorin, e kishna afar, ati rinte të dhome ime e kishte zyrën. Mirë po, aje asë njëherë nuk më krahejnë në klasë të më shofe mu se si punoj, gji punoj. Ne, si kemi marrë ata dirigencat e shkollës mesme, edhe i kemi bërë praktik si duhet ato gjonjat, edhe kemi pa një vullnet shumë të madh për mësimin, për të mësuar nxënësit. Edhe kështu që në Shemshov, pra 1 vjet kam udhëtu pra me bicikletë. Mandej prej Shemshovës, vitin e ditë e gjeta mundësinë unë në lidhje me sekretarin e shkollës të Arcës, edhe e faleminderoj ata, ajo është në botën tjetër, Maqedon, po më kanë ndihmu mu. Edhe më tha se ka një vend në fshatin të Arcë. Edhe unë e shkova te ai drejtori i asaj shkollës, edhe ju luta që të më pranojnë ata mu për në të Arcë. Ai më tha se kemi një paralele pra në fshatin Glogji, paralelen e klasës 5. Pa mund është t'i bëjsh ato, thash unë çdo gjë mund t'a bëj me vullnetin e tem. Edhe tha, okej, erdha në të Arcë. Prej Shemshove erdha në të Arcë. Atë vjet, 1 vjet e bëna me klasën e 5 në të Arcë. Mandej vitin e ditë në të Arcë e bëna klasën e 4 më dhanë. E mora klasën e 4, edhe kishëm nxënësit shumë të mirë. Nxënësit edhe ishin aktiva shumë për mësim. Jam kanë shumë i kënaqur me ato nxënës.
aty edhe shkolla e madhe fillore edhe 8 vjeçare ajo bashkë kishte aty krejt. Kushtet ishin më të mira në fshatin të Arcë, edhe kaluam shumë mirë. Drejtori ishte pak i ashpër, po me mu kishte sjellje shumë të mirë, pse unë nuk mungojshëm. Kom qenë në punë, kom qenë precis gjithmonë, nuk kom mungu asnjëherë në punë. Edhe kështu që s'kom pa problem me drejtorët. Mandej në prej të Arcë aty prap ju luta ata e drejtorit që më pranojnë të Arcë, i thoma, ka mundësi të shkoj unë në Dobrosht? Thash në Dobrosht në fshatin tem, po tha si dush, tha, na ta bëjmë mundësinë, tha që të shkojsh në Dobrosht. Edhe unë prej vitin tjetër erdha në Dobrosht. Në Dobrosht këtu ishte vetëm kjo shkolla e vjetër. Shkolla e re ishte pa ndërtuar. Prapa te. Po, prapa meje që është. Edhe kjo ka qenë në viti 1965. 1965 në këmë artë në Dobrosht. Po. Atë vetë që erdhëm na, erdhën edhe mësus tjera, ati erdhë edhe mësusi Munafe, erdhë mësusi Kurtish, Pia Zhince, erdhë mësusi Jumni Pej Kopanice, këtë ishim të derdhëm, edhe këtë u bëmë këtu në bashkë. Edhe duke e faleminderu Nesimin, ai u bën shkaktar për ta rregullu për ta bën shkollën e re. Se shkolla e re ka qenë që të ndërtohet kjo shkollë ka qenë në Shqipkovic në atë kohë. A qenë planifikume që atje të marrohet, jo në Dobrosht. Mirë po, Nesimi shumë aktiv ishte edhe e gjithë lidhjen me shokët e vetë që i kishte andik edhe e bani që ta ndërtojmë në Dobrosht. Në atë kohë... Se pas kam dëgjume. Të se kje, po. E bom atë kohë, këtë kjo shkolla ka qenë, veni ja konë shumë brek ka qenë, këtë njerëzit e kanë punu me kazëm edhe me lopatë. Mirë po, dëshira e madhe ishte shumë të njerëzit që ta kenë shkollën këtu, jo të shkojnë në nxënësit tonë të Arcë. Edhe ndërtuam shkollën këtu në Dobrosht, edhe nxënësit i nalëm prej të Arcë e ndalëm në Dobrosht. Edhe filloi 8 vjeçare. Filloi këtu bo shkolla 8 vjeçare bashkë me shkollën e Nerashtit edhe shkollën e Odrit. Ata ishin shkollë që ishin bashkëpunim me Dobroshtin. Këtu në Dobrosht u bon mësus mjaft erdhën, edhe une vitin e parë këtu që u bon shkolla 8 vjeçare këtu, mu më dhanë të japë lëndën e muzikës, e kom dhonë në klasë të 5-9-8. Po, e në klasën teme e kom pas, prind klasën e parë, deri të 4 e kom pas gjeneratën e parë, e cila ka qenë gjenerat shumë e shkëlqyshme. Nxënësit e parë, që kanë qenë... Atë kujtohet dëni jemën të asaj gjenerate. Nxënësit e parë që kanë qenë në ata, edhe kanë shku 7 nxënës në fakultet në Prishtinë, e kanë kry fakultetin, prese e klase. Ata kanë qenë drejtori, doktori Selim Azemi, Indjeri, ka qenë Nevzat Azemi, ka qenë Ali Morat Ismaili, ka qenë edhe këtu ki Indjeri vllai, si e pa temnin ai, që vdiq në Dansk. Hasan, më falë... Sadushi Ashari. Edhe Sadushi ka qenë. Sadushi, pa. Sadushi Ashari. Janë konë 7 nxënës i kom pas, unë që kanë qenë... Isak Maksuti ka qenë me ju, jo? Orna? Isak Maksuti. Isati, jo. Kanë qenë masë ato, kanë qenë. Këto kanë qenë gjenerata e parë, kanë qenë nxënës shkëlqyshëm edhe 7 nxënës shku në Prishtinë, sosa në fakultetin, se atëherë nuk i qojshin hala në shkollë nxënësit, të shkojnë në fakultet. Mirë po, këto kanë shku, se ishin të shkëlqyshëm, ishin nxënës të mirë.
Edhe pastaj filloi zhvillimi i madh i kësaj shkollës. Këtu u emërua drejtor u bë Metush Murtezani prej Odri, i cili 14 vite ka udhëheq këtë shkollën e Dobroshtit. Kemi pas aktivitete shumë të mëdha këtu, edhe shumë suksese. Kemi zënë vende të nalta në komunën e Tetovës. Edhe do më thonë se kishim edhe mësues të mirë të muzikës. Unë pastaj mora vetëm klasën time, se nuk mund t'i majshëm di asoj. Edhe muzikën edhe ato, nuk kishëm mundësi t'i maj. Kështu që pastaj vazhduam me ato. Unë në vitin 1968 mora vizë për në Amerikë. Edhe shkova 6 muaj kom qenë në vizitë në Amerikë. Atje, kurse më do të shkoj të punoj atje 3 në Amerikë, mirë po ku më shkoj menja të nxënësit e mi, si i kom lënë këtu ne, unë e lash Amerikën. 6 muaj i bona edhe u ktheva prap në shkollë. Kom qenë shumë i dashurum me nxënësit. I kom dash shumë nxënësit, edhe kom punu me nxënësit, aq shumë kom punu sa që i kom llogarit nxënësit si me konë fëmijët e mi. Edhe nxënësit që kanë qenë më të dobët jam mundu që ti ngreje të sosin shkollën. Me disa gjenerata kam pas mjaft ka pas sukseset mira, po suksesi më i madh ka qenë me gjeneratën e parë që kam pas shumë sukses, po edhe me gjeneratën e fundit që i kom qitë, ato i kom pas unë 20 nxënës shkëlqyshëm. Vazhdo. Edhe kështu që nxënësit unë i kom dash shumë, po edhe nxënësit më kanë dash më shumë. Kur vinte që të marrëm në klasën e parë, t'i dajmë nxënësit në klasën e parë, krejt prindët vinshin, edhe nxënësit dojshin të vinë të unë. Mirë po, 100 nxënës nuk kishtë mundësi ti mirë me i marrë. Edhe na ishim 3 klasë, 3 mësues, 3 klasë kishim, i dajshim nxënësit. Unë gjithmonë kom pas ka 36 nxënës, 37 nxënës, se disa nxënës nuk u dashin prej meje, unë isha detyruar të marr një 5-6 më tepër prej qirve. Edhe kështu që me prindet nuk kom pa kur njëherë problem. Prindet më kanë prunë, gjithmonë e bishin ato fëmijët të une, thëshin ta kom dërzu fëmijën, te i e baba, te i e nona e këtaj fëmijës tem. Gjithë dush bën. Mirë po, unë jam kujdes shumë. Mësuesi ka pas respekt. Po, edhe jam kujdes shumë, sa që edhe shokëve të mi atje, mësuesve thëshin, nuk kam qef nxënësit e mi të mirafe dhe kush. Çfarë ka bojnë gabime, më thoni mu, unë i këshilloj nxënësit e mi, di si punoj me to. Kështu që nxënësit më kanë dash tepër. Kur u dashin nxënësit në klasën e 4, nuk shkojshin në shtëpi. Kretë nxënësit shkojshin tjerëve, u dashin, shkojshin, ato rishin derisa të shkojmë na mësuesët. Edhe qajshin, vershin, pishkllojshin se dahen prej mu. Edhe ato mësuesët thëshin çfarë u bën ti këtej nxënësve që qajnë. Pasti thëshëm shkojnë pitë një nxënësit. Respekti, dashnia e madhe. Kështu po, pra, ka qenë ajo derisa kemi pas në prej qeverisë atëhershme, prej komunizmit, kemi pa probleme, se në atë kohë ishte shumë problem se na shqyqoshin neve se po bojmë dhe një gjo kundra shtetit, edhe s'kishe drejt folish dhe një sen, kur gjo të kritikoshin. Mirë është vetë me punën e arsimit. Mos përmendja as flamuri, dhe një këngë patriotike. Kur gjo, as flamur, as kur gjo, edhe gjithmonë vinte një inspektor, muj për muj e vinte të drejtori, edhe pyetke sa mësues a gjenojnë, sa mësues shkojnë në xhami, sa nxënës a gjenojnë,
sa shkojnë në xhami. Do të thonë, deri atje, Ka pas inspektor të Këshillit Po. Sigurimit. po, edhe mirë po, unë kom qenë prej atyre arsimtarëve që kom qenë edhe pak fetare, din. Unë Ramazanin se kom prish ku një herë, thëshëm, në qofse më qesën për punë, në të më qesën, unë se në preshi Ramazanin, fejen se në la. Edhe i faleminderoj shumë shokët e mi që i kom pas, ato e kanë ditë se unë agjenoj. Mirë po, edhe drejtorët që kanë qenë, e në ato i faleminderoj shumë që e kanë ditë se unë agjenoj, nuk më kanë paraqit mu të inspektori që të marrën Asaj kohe. masa ato. Kështu që deri në vitin 1900 në vitin 2000, po, 2002 unë dola në penzion. Që 23 vjet jam në penzion. Pra, prap punoj me nëzonës, gjithmonë i kom menën të nëzonësit, atje më rinë mendja. Dëshira e madhe I për kom nëzonës. dash shumë nëzonësit, po i faleminderoj shumë që kretë generatat që kanë dalë mësus, këto nëzonësit, kretë më thirin, o mësusi së të ki, unë e kom kënaqësi të madhe në atë. Edhe nga unë e ke thirrjen mësues, për mu ti je ende mësues. Pra, kom qenë shumë i kënaqët, edhe sot jam shumë i kënaqët me ato respektin që kom që kanë ndaj meje, megjithse disa gjenerata e parë e emja që 2 vjet kanë dalë në penzion. Kanë bën 64 vjet edhe ato kanë dalë në penzion, edhe tjerët janë hala matri, po një gjë na vjen shumë keq, pak do ta ceki këtë gjë, Patjetër. se ne kemi pa ka 105 në zonës 3 klasë kur i dajshim. Mirë po, sot ka ardhur koha që klasa e parë ka 18 në zonës. Kretë shkolla jonë ka 18 në zonës në klasën e parë. Më thonë, ne na kanë shkuar një pjesë e madhe, i kemi të rritë, i kemi në diasporë, edhe fëmijët e atyne janë atje, mirë po, edhe kushtet tjera që janë tash asoj, do më thonë se shkolla jonë tash ka vend mjaft, atëherë s'kishte vend ku të mësojnë, tash ka vend boll, ama në zonës nuk ka. Atëherë mungojshin klasat paralele. Sot mungojnë nxënësit. Sot mungojnë nxënësit e klasa kemi plot. Mësues, përveç arsimit që i keni pas, ju keni pas edhe profesion hidraulik me ujësjellsi në fshat. A mund të si u lindi ideja edhe çka ju shtini ta bëni edhe këtë punë? Po, edhe për këtë do të flas pak, me qenë se me një rogë ne nuk mundshim të timam familjen, tjesën të knaqët familja, kishin munges me një rogë, nuk mund të bëshim i darem. Edhe kështu që unë e shoqen në punë nuk e kom pas, edhe nuk e kom shtinj, edhin ta qojtë do kënë punoje. Mu më lindi ideja të punoj me këtë marrë këtë zanatin e ujësjellësit, mire me këtë mjeshtri, që ta qes edhe një rogën e shoqës, të bëjmë 2 roga. Pak s'ma mirë tjese. Pas orarit punës. Kështu që një mjeshtër ishte nga Shkupi, erdhen ato punëshin kur e vunë, s'pari herë kur e vunë ujësjellësin në Dobroshtë, ka qenë 71-shi, 1971-shi. Kur kam lind unë. Po, e prunë qeshmën s'pari herë. Edhe ato mjeshtrit ishin prej Shkupi. Maqedon ishin, po ato kishin me Nësimin kishin mjaft muhabet, kështu ishin njofshëm me ta, se Nësimi ishte udhëheqësi i asaj qeshmës që i prunë, ato ujësjellësin që i prunë, po në atë kohë. Edhe une, kur i marun të Nësimi i bon sefte, mas pari banjët e Nësimit, të Nësimi ato mjeshtrit, edhe une me ato të i shiqojshëm aty. Edhe mrena
një ditë, 2 ditëve, unë e mora me njëherë mjeshtrinë asaj. Unë shpejt. Zanatin. Edhe mas asaj bleva do mjetet që duhet me punu me to. Edhe kështu fillova të punuj. Kom punu, do më thonë, jo në kohën e mësimit që kom pas, po kom punu të shtunat edhe të diellat. Ku ka qenë koha pushimit, unë kom punu në ato ditit. Pastaj kom punu mësim në shkollë kemi konë mas dite, na? Unë para dite punujshëm atë zanatin, mas dite vishëm në punë. Edhe kështu që kom qenë mjaft një 8 vjetë e kom pas në mbikëqyrje këtë ujësillësin e fshatit e kom pas në mbikëqyrje të ma. Jam kujdes në atë kohë edhe jam mundu si që edhe fshatit tese i knaqët me ujtin që kanë. Mos u munguje ujti, edhe kam pas ujt gjithmonë, ujt mirë, pastër. Unë e kom punu, du të thëmë se gjysmën e fshatit e kom punu unë me punën që kom bo. Tjetërën nuk kom mund të më boj kretë për shkak se në gebrej. Edhe dikush nuk ka pa mundësi të më presë, ka marrë dikun tjetër ka marrë ato mjeshtri. Edhe kështu që deri para 10 vjetëve kom punu atë zanatën. Edhe mas i dole në penzion, kom punu. Para 10 vjetëve, djali më tha, o bab, tha, unë tha, nuk du më të punush më. Kom qef tash të pushojsh më, mos punush atë. Ta lash këtë zanatin, unë do punuj penzionin tonë edhe ne do bëhemi idare. Edhe kështu që unë e lash më atë zanat, edhe nuk e kom punu që 10 vjetë për atë. Tash me gjithë se jemi ka fundi, a ke diçka të shtosh për fund, diçka që ka unë nuk s'ju kam pyet? Po, unë kisha edhe pak të shtoj disa gjona, të cilat nuk i kemi cek, nuk i kemi përmend këtune. Dojshëm të flas pak për fshatin, shkurtimisht edhe të flas pak për diasporën. Pa tjetër. Këtune dojshëm të flas për fshatin tonë. Fshati jonë është një fshat shumë i zhvillum në komunën e Tetovës. Të Arcës. Të Arcës po edhe në Tetovë. Edhe në Tetovë të marrësh. Unë i kom hecë, po thuj se shumë fshatra edhe i kom pa kretë kështune, po fshati jonë du të thëmë se edhe shtëpit që i kanë pas para 20 vjetëve i kanë prish, fshati janë ndërtu këtë me shtëpit të reja. Një, e dita rrugët tona, s'ka rrugë edhe rrugic ku nuk ka begatona ose asfalt. Këtë është e rregullume, fshati është me një gjendje shumë të mirë. Jemi të kënaqur shumë, por jemi të kënaqur me ndihmën e diasporës. Se po të mos ishe diaspora, mos ishin fëmijët tonë që janë për jashta, që janë në perëndim, ne nuk do të kishim fshatin tonë të zhvilluar në këtë mënyrë. Po do të ishim na në gjendjen e përpashme, sikur që i shohim disa fshatra në Shkup, që janë hala me shtëpi të vjetra, rrugë pa asfaltuar këtë. Por dushëm të flas për diasporën. Diaspora na tash ja kemi vënë fjalën diaspor, përpara e thëshim ngurbet, tash i themi diaspor. Edhe ne në fshatin tonë mund të them se mbi 50% popullata janë përjashta, janë në diaspor. Rinia, ato të cilët na duhen neve këtu, ne na kanë shku përjashta. Po pse kanë shku? Neve na kanë shku për shkak se këtu kushtet kanë qenë jo të voliqme, jo të mira për jetesën, që të bëhen ato të jenë të kënaqur, edhe ato e kanë gjetë kënaqësinë më tepër në perëndim, kanë jetën më të mirë. Po, për një jetë më të mirë. Kështu që ne jemi të kënaqur që janë atje se jetojnë mirë, por nuk jemi të kënaqur se nuk i kemi zemrat, i kemi të mbrasta. Ne gjithmonë mallin e kemi për
për fëmijët tonë që janë për jashta, gjithmonë mallohemi. Mirë po, kisha një gjohë vetëm pak të flasë për diasporën. Unë i kisha lutë diasporën, që janë fëmijët tonë që janë atje, vllazërit tonë, djemt tonë, vajzat tonë që janë atje, që t'u japin rëndësi më tepër fëmijëve të tyre. Gjuhën shqipe mos e harrojnë. Unë e shoh na vinë fëmijët për jashta edhe kanë pengesa në të folurit në gjuhën shqipe. Unë kjo më bengosën shumë. Kisha qef që e në qëta generata që i kanë shku, t'i kesën fëmijët t'i mësojnë në gjuhën shqipe mirë, t'a dinë gjuhën vetë mirë, edhe t'i qojnë të organizojnë ku janë, për shembull në Zvicër, në Danimarke, në Gjermani, ku janë më tepër, të hapin dhe një shkollë në gjuhën shqipe, edhe të mësojnë barem gjuhën edhe historinë e popullit të vetë. Këtë kisha lutë diasporës. Pastaj, kur vinë trit këtune që vinë ato fëmijët tonë, kretë diasporës që themi na, kur vinë këtune, jemi shumë të knaqër. Knaqësi e madhe, ne na duket sikur ajo bleta, kur lëshon bletën, shtuhet bleta, ashtu na duket edhe kur vinë ato këtune. Edhe shtuhet populata, gëzimi i madh, fëmijët janë të lirë, fëmijët e tyne garendin me motorra, me bicikleta, garendin të këtë qetë, bërtasin, këndojnë, lujnë, Bëhen feste, java kulturore. Bëhet dita e fshatit Dobrush diasporës, bëhet në Dobrush, edhe bëhen gara sportive kur vinë të diasporës. Kështu që fshati në atë kohë lullëzon. Edhe jetë janë malë, edhe të në malë. Po, pastaj shumë grupe bëhen edhe shkojnë në malë për vikend, për ditën me diell, shkojnë e vizitojnë malin atje, kënaqen me ato, atje me atë klimën që është atje, bukuritë e natyrës që janë. Prandaj i kisha lutë që sa ma shumë të vinë kur është pushimet, kur i kanë të vinë verës, po mos shkojnë shumë në vendet e huaja, po në të vinë në vendin e vetë. Po ne duhet të bëjmë edhe kushte hala më të mira, që ato të kesën kënaqësi të vinë, edhe fëmijët aty në të vinë që të jesën të kënaqur. Për çka të kisha lutjen. Falenderit, ju falenderoj që Edhe ju faleminderit shumë për ftesën që më bëhet mu të ja. Ftesa ju i ka qenë me vitet, që 2 vitet kam bëhet tentim, po ja sot pranove. Jerth radha. Jerth radha. Shumë faleminderit. Ju falenderoj dhe ju uroj shëndet. Edhe une u bëjt të fala të gjithë, edhe ato që kanë qenë, po edhe ato që s'kanë qenë në pushime, u bëjt fala shumë atje diasporës, edhe kam dëshire jeme o që t'jenë sa ma të kënaqur. Të jenë edhe atje ku jetojnë, të jesën të mirë, të jesën të kënaqët. Pa tjetër.